Ku bukës i thojnë buk, e ujt uj, naimit miri, e miris naim, që shpesheja bojnë bam edhe bim. E cim tutje me kaptinen, telefono garuesin. Atëhere, që nga ky moment nuk ka me alo, vetëm telebingo. Kujdes. Nuk ka me alo, a? Po bije gongu. Ka odeon. Ka vetëm telebingo naim, të lutem. Alo, mirë mrama! Pa nuk ka me alo, aje ndëruar, të lutem, vetëm telebingo ka. Mirë mrema, si e një Zoj? Alo, Zoj, keni humbur të drejtë për të qenë pjesë, e këti evenimentit të marrë i cilin ngërthen në vetë vete, emocione dhe strumbullarin në telebingo që son të eshtë në katakuplizmin tuaj. Ho, bre, se dikush është ka full greqisht me këmari vesh. Alo, kush në telefon? Alo, mirë mrema, i ndëruar. Që na ima bozi as po ki pun... dolave, si nderuar, dolave, si jeni? As po ki pun tjera vesh me thirë grote huja në për telefona? Hej! I nderuar, gruaja juaj ka luajtur me ne, telebingo, luani me ne. Çfarë dite ka lu gruaja jote? Ka luajtur të martëm doket. Më të martëm kom lunet të natëm në ta, që do thonë? Jo, keni kështë kuptuar, ka luajtur telebingo. Po haje lu me lashtu është taj bashkë. A ki mihrin që ty ngatë? Urna? Mihrin a ki për në pashtë aty telefon. Ka shkutet vet. E vranë si që ka kebre, që mere gruna pet. Ha? Që ja, mere grun. Urna Zoj. Tuna i sen posh, rop. E keni humbur këtë të drejt. Luani me ne, ja o lashme, do fitoni për sëri, ju lutem. Ku pra sens po të marri vesh? Do me thonë, s'kam thonë telebingo. Nuk e thënë telebingo, keni humbur këtë të drejt. Alo. Atenoli thërëm edhe njerë. Pa nuk banë ndëruar, nuk banë. Ku as nëndër s'kom po që në tirë na i ma bozi. Ju lutem. Hajtë bre kesh njerë. Hej! O të hongësha zemrën. O faleminderit të hongësha unë ty e luani me ne, mirë pafshim. Atëhere, hej! E cim tutje me lojën tonë telebingo, pra vardoni të luani me ne, shkoj me fatlumin ose fatmagyrin tjetër, falni fatlumin tjetër. Alo? Alo, kush hamomin anë këtë vakë, bre? O, ti nëzif, zot, ti vjetë, janë dërpresim ti taksar lijet, lutem shumë tungë. Vazhdoj me lojën, këto emocionet të papërsëritshme. Atëhere, je pa tani. Hej. Telebingo! Telebingo! Hej! Telebingo i ndëruar! Telebingo! E qka fitova ona jem, qka fitova? Tras të sunës dhe tashti! I ndëruar, keni fituar të dhejtën të luajmë se bashku. Atëhere, pa humbur ko, keni televizor në shtëpinë tuaj? Jo! Shumë bukur, atëhere, keni studje muzikore në shtëpinë tuaj? Jo! Shumë bukur, keni vetur në shtëpinë tuaj? O, zot, jo, pasha zotit! Keni fituar një PlayStation 2, takzoni! Takzoni, ju dhe familja juaj, e të Kosova, i gjithë farafisi! Shumë rime për ju, i nderuar! Keni thisë elektrike në shtëpinë tuaj? Jo, vallohi! Pasi e thithë gruaja juaj pluhurin. Me falni, jeni martuar? Jo, bre, halo! Dejnë kësmet, lutem. Atëhere, zemërgjësia telebingos ton, atëherë për ju, inderuar, keni vetuar his me pak dhe his me shumë, se një grua me kilometrash 0-0. Hej! Takzoni, tata shërgoni, ju dhe familje juaj, e tërë Kosova. A për një met 0-0 është, ha? Me të vërtet vetëm juria ka testuar pak, po është pringo. Faleminderit shumë, luani me ne, mirë bashim. E ne vazhdojmë tutje me spektaklin ton, me spektaklin Odeon, këtu në debatin ton me profesorin e nderuar, njeriu që si që prezentova dikur me zërin e tij trumbetante lavdin e luftës lirimtare. Zonja Zotëri, profesor doktor Nusret Plona. Profesor, zëri së vërtetës në përbot,
Bile, unë ju kam qujtur kur ju kom marrë në telefon Allah Hasan Prishtina, i cili edhe në pamje pak duke një si Hasan Prishtina kështu. Në për emisionet shumë ta paraqitje tuaja publike, ju keni thënë shumë, një CV juaj këtu në emisionin tonë do të ishte vazhdimsi. Keni qenë edhe më herët, kemi thënë shumë nga biografia juaj, e bujshme, jo me pak se 38 vepra të ndryshme si libra, filma dokumentare e tjerë. Tani jeni duke rendur në përbot për të shpërndar. Çfarë, profesor? Të vërtetën e hidhur të popullit tonë të shumë vojtur dhe liridashës për rreth dysheku i me radhë. Është fjale për librin tashmë problematik, ta them kushtimisht ashtu, i cili që 10 vite rrugton dhe ka marrë një rrugtim të gjatë, lirisht mund të them maratonik, sepse deri tash është promovuar në 38 qendra evropiane dhe botërore, ka rritur deri në Amerikën Mike dhe deri në Australinë e Largët. Ju keni synuar të shpërndani të vërtetën me librin Terrori i Serbisë mbi shqiptarët, dëshmi historiko-shkencore, po cilat janë ato dëshmi që ju realisht evidentoni këtu? Ky libër është i një rëndësie të veçantë. Nuk e them vetëm unë si autor, kushtimisht po them autor, sepse e kam thënë jo vetëm njëherë, por edhe para medjave vendore dhe ndërkombëtare që ky libër është libër shqiptarëve, sepse këtë e kanë shkruar hiç më pak se 570.000 shqiptarë të vrarë prej vitit 1844 deri në vitin 1999 nga regjimet e vazhdueshme fashiste serbe. Por e veçantë e këtij libri është sepse ky është i shajuar në 5 gjuhë botërore, në shqip, anglisht, gjermanisht, frangjisht dhe turqisht. Është përkthyer edhe në suedisht, por mbi të gjitha rëndësia specifike e këtij libri është sepse që nga faqja e parë deri te e fundit, gati për rreth 500 faqe, për rreth 500 fotografi. Është ky libër, po, profesor? është ky libër i cili de facto është absolutisht faktografik, sepse nga faqja e parë deri te e fundit është i vulosur me gjakun e djemve dhe bijave tona më të mira, të vrarë, të dhënuar, të karbonizuar, të djegur, të përvluar, të dëbuar me dhunë nga trojet e tyre stërgjyshore, nga Toplica, nga plana e madhe të Toplicës së përgjakur, nga e cila edhe visi shtërnip i planës së madhe të Toplicës, Sanxhaku të Nishit, për të cilën fatkeqësisht as liderët tanë, as partitë politike, as institucionet tona kompetente nuk flasin dhe fatkeqësisht e kanë harruar që atje është një Kosovë e tërë, por që sot nuk e ka pothuajse asnjë gjurmë të etnitetit shqiptar. Thash, çdo faqe e këtij libri flet më shumë se fjalët, sepse është e vulosur me gjakun e djemve dhe bijave e nënave dhe baballarëve tanë. Për 150 vjet. Për 150 vjet, 570.000 shqiptarë të vrarë. Dëshmi shumë e fuqishme. Ky libër, profesor, nuk ju është dedikuar vetëm shqiptarëve, por edhe të tjerëve, jo vetëm si dëshmi. Bile